Pas ngjarjes së ndodhur mbrëmjen e 10 majit, ku Landi Ndoja dhe Amarildo Jushi dyshohet për mbështetje në bllokimin e rrugës për një automjet drejtuar nga Renoir Kolla, drejtori i arsimit në Rëshen, gjykata e Lezhës ka vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitje ndaj të dyshuarve. Ata akuzohen për pengimin e qarkullimit të mjetit, drejtim të parregullt të automjetit, vetgjyqësi dhe kanosje ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Ngjarja është raportuar rreth orës 20:20, kur ata dyshohen se bllokuan automjetin e Renoir Kollës, duke pretenduar se ai po përpiqej të blinte vota për Partinë Socialiste. Gjatë kontrollit të policisë në automjetin e Landi Ndojës dhe Amarildo Jushit janë gjetur dhe sekuestruar lista me të dhëna të personave të dyshuar si zgjedhës. Ajo që ka ngritur shqetësim është fakti që këto lista mund të lidhen me mundësinë e manipulimit zgjedhor. Megjithatë, nuk është gjetur asnjë sendi kundërligjshëm në automjetin e Renoir Kollës, duke lënë të hapur mundësinë e një hetimi më të theduar. Hetimet po vazhdojnë për të zbardhur detaje të reja të mundshme për të përcaktuar nëse ka përfshirje të mëtejshme të individëve të tjerë në këtë aktivitet palishëm.